Presidenti Amerikan Donald Trump tha se SBA mund të mbështesë një tjetër sulm të madh kundër Iranit nëse ai rifillon programet e tij bërthamore, si edhe paralajmëroi Hamasin për pasoja të rënda nëse nuk çarmatoset. Duke folur në krah të kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, pas një takimi në rezidencën e tij në Mar-a-Lago të Floridas, Trump la të kuptohej se Teherani mund të jetë duke punuar për të rikthyer programet e tij të armatimit bërthamor pas bombardimeve të qershorit. Kam lexuar se ata po zhvillojnë armë dhe gjëra të tjera dhe nëse po e bëjnë këtë, nuk janë duke i përdorur vendet që ne i shkatruan plotësisht, por ndoshta vende të tjera, u tha Trump gazetarëve në konferencën për shtyp. Ne e dim saktësisht se ku po shkojnë, çfarë po bëjnë dhe shpresoj që të mos e bëjnë këtë, sepse ne nuk duam të harxojmë karburant për B2-shat tanë, shtoi Trump, duke ju referuar bombarduesit të përdorur në sulmet të mëparshme. Është një udhëtim 37 orësh vajtje-ardhje. Nuk dua të harxoj shumë karburant, shtoi Trump. Presidenti amerikan i cili muajt e fundit ka përmendur mundësinë e një marrëveshjeje bërthamore me Teheranin dhe se bisedimet e tij me Netanyahun u përqendruan në përparimin e marrëveshjes së brish të paqes në Gaza që ai ndërmjetësoi, si edhe në adresimin e shqetësimeve izraelite e lidhur me Iranin dhe Hezbollahun në Liban. Irani, i cili zhvilloi një luftë 12 ditore me Izraelin në qershor, tha javën e kaluar se kishte kryer stërvitje raketore për herë të dytë këtë muaj. Trump tha po ashtu se dëshiron të kalojë në fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas, të arritur në tetor pas 2 vitesh luftë në Gaza.